Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, eksperti i ekonomisë dhe Safet Gërgjaliu është me ne në studio dhe do të flasim për reagimet e shumta ditët fundit sa i përket paralajmërimeve për ngritjen e çmimit të energjisë dhe efektin që tani kjo ngritje e çmimit mund ta ketë edhe tek produktet dhe shërbimet e tjera. Atëherë zoti Gërgjaliu, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Kam ne përftesën, kënaqësi të jemi ju. Faleminderit shumë. Zoti Gërgjaliu, ditët fundit kemi pas shumë reagime, kundërshtime, ka paralajmërime edhe për protesta sa i përket këtij vendimit paralajmërime të zërres për rritjen e çmimit të energjisë. Tani nëse e shohim këtë paralajmërimin e zërres, a duket mjaftueshëm, arsyeshëm se si është arsyetuar zërreja për ngritjen e këtij çmimi, pra çështja e importit, çështja mos investimeve, humbjet e mëdha milionëshe në rrjetin energjetik, sa i arsyeshëm duket ky vendim i zërres? Ndërën parë duhet kuptohet e vërteta që një kërkesë e tillë nuk është e datës mars të vitit 2025, por është në fund vitit 2024, në fillim të vitit 2025, mirë po për hir të agjendës politike në një farë forme është pezullu. Është një kërkesë e cila definitivisht duhet të analizohet në aspektin ekonomik dhe në aspektin social. Pra thonë që është mbajtur larg opinionit për shkak të zgjedhjeve dhe këtyre qëllimeve të tjera. Definitivisht. Edhe në këtë drejtim besoj efektet e ngritjes eventuale do të jenë vërtet mjaft sfiduese për qytetarët e Kosovës, në veçantë në aspektin social, në këtë kohë ku tregtia spekulative dhe çmimet e pakontrolluara e kanë bërë veten si rrjedhoi inflacionit të pakontrolluar në vitet e fundit. Në aspektin ekonomik do të jetë vërtet një grosht prodhimit made in Kosova, sepse me një kosto të tillë të lartë do të jetë e pamundur të kemi produktivitet dhe të kemi konkurrenshmëri. Dhe paradoksi psikologjik është në faktin që derisa Gjermania dhe vendet skandinave, po edhe vendet tjera evropiane kanë bë uljen e çmimit të energjisë elektrike 10 deri në 30%, ndodh një gjë e tillë në Kosovë ku pritet një ngritje e cila do të jetë mjaft sfiduese. Prandaj besoj që duhet kuptohet e vërteta që nëse do të lejohet apo do të miratohet një ngritje e çmimit për 15%, brenda 4 vite ngritja e çmimit të energjisë elektrike është 130%. Vitin 2021 kemi pas një ngritje për 100%, vitin 2023 15%, dhe kjo ngritje eventuale për 15 po e bën energjinë elektrike në 130%. Duhet të analizohet nga një dimension tjetër ku përfaqësues të institucione po edhe të zyrës së rregullatorit thuhet që Kosova ka çmime më të lirë. Duhet të kuptohet që ekzistojnë 3 forma ku mund të debatohet dhe mund të ndikohet në stopimin apo në ndaljen një proces tillë. E para e drejta e avokatit të popullit, e dyta ekziston diku në 15.5 ligjit mbi funksionimin e zyrës rregullatorit, i cili thotë për ngritje të çmimit eventual të energjisë duhet të analizohen indikatorët makrofiskal që e karakterizojnë atë kohë aktuale në Kosovë. Sa është trendi i zhvillimit, sa është eksporti, sa është importi, sa janë hyrat. Të gjitha këto ai kanë marrë parasysh zërreja. Dhe në këtë drejtim besoj që nuk janë marrë parasysh se po të ishin këta indikatorë parasysh vërtet nuk ishme pas një tentativë të madhe për të ngritë çmimin. Dhe në anë tjetër, përballë vërtetës, qëndron vetëm e vërteta, keq menaxhimi i ndërmarrjeve publike, besoj i ka kushtuar Kosovës që nga pas luta e këndej, në këtë drejtim nuk duhet gjithmonë qytetari i Kosovës dhe komiteti i biznesit ai që do ta paguajë kostën për keq menaxhim, qoftë korporacione energjetike, qoftë ndërmarrje tjera, dhe tëra kjo po bën në barë apo në kurrizën e standardit të jetesës së Kosovës, dhe kjo vërtet po ndikon në aspektin negativ në çdo pore të shoqërisë kosovare. Po, dhe si shihni këta faktorë cilët i përmend zërreja që ndikojnë në rritjen e çmimit, importi dhe sidomos të humbjet milionëshe. A do të mund të parandaloheshin, a kanë mundur ndër vitet të punohen që të parandalohen këto, sidomos humbjet milionëshe, por edhe prodhimi i energjisë? E keni bërë një pyetje mjaft interesante dhe aktuale të duhur. Kosova e ka humbur betejën për energji elektrike që moti pasi që nuk ka pas kapacitet dhe guxim politik dhe institucional që të ndërmerr hapa për të ndërtuar kapacitetet të reja ruse, sot në botë gjithë ato shtetet cilat kanë mendu që do të kenë qëndrueshmëri ekonomike vetëm bazuar në burimet e energjisë së ripërtërishme kanë dështuar në botë nga 100% e prodhimit të energjisë elektrike, afër 85% prodhohet nga thëngjilli, nga nafta dhe nga gazi, dhe vetëm 15% prodhohet nga burimet e ripërtërishme. Dhe nëse mendohet që të investohet më tepër në burimet të ripërtërishme, atëherë deri në vitin 2050 maksimumi i uljes së shfrytëzimit të këtyre resurseve dhe të kalohet në burime të ripërtërishme do të jetë 5%, do të thotë vetëm 20%. Dhe sot nëse analizoni dështimin më të madh
ekonomik në Gjermani është fakti që e pagun energjinë elektrike 40% më shtrejt se potisht e prodhuar në Gjermani, e importon nga Franca, e cila e prodhon nga reaktorët nuklear, dhe tani kur jemi do thot në epokën e digitalizimit dhe në epokën e inteligjencës artificiale, llogaritet që nevoja për energji elektrike do të jetë 5-20% më madhe. Prandaj besoj që dështimi në krijimin e këtyre kapacitete e ka një kost shumë të lartë për Kosovën. Është bë kjo shumë më tepër fal llobimit të një lobi ballkanik për të shitur energji elektrike dhe duke e promovu ambientalizmin si një ndër argumente kryesore, po për hir të shikuesve tuaj dhe misionit tuaj të respektuar, po e them që kam qenë pjesë e këtyre proceseve dhe nëse analizoni projektet e fundit, qoftë Hitachi Mitsubishit të vitit 2016, qoftë Kontrglobalit, kanë qenë vërtet termoelektrana me teknologji më moderne dhe kanë qenë termoelektranat e para pa ogjak, që do thotë nuk kanë pas për të mosje, sepse kanë pas teknologji ku vetvetju do thotë të pastrohen dhe me filtera të veçantë. Por ky është një realitet që vërtet do të na përcjell dhe është koha kur duhet të mendohet mirë si t'ja bëjmë që të shlirohemi nga varfshmëria, nga importi. Jemi ndër shtetet më të pasura me thëngjell. A nuk është absurde të jemi të varur në blerjen e energjisë elektrike në vend që të jemi eksportues? Dhe kur kësaj krejsa i shtohet fakti ose paradoksi që në vitin 2024 Kosova ka importu 6 milion euro thëngjell nga vendet të rajonit dhe me gjë, vërtet është po t'ishte mi gjeni gjallë, ndoshta kishme thënë bukurinë që vret. Po, çka tregon tani kjo për situatën? Nuk jemi të vetëdijshëm për pasurinë që kemi sa i përket thëngjillit dhe nuk e kemi shfrytzuar ashtu siç duhet apo? Unë besoj që për pasuritë e Kosovës dhe për vlerën e Kosovës shumë më tepër e dinë fuqitë e mëdha botërore dhe ekspertë ndërkombëtar se sa vetë kosovarët. Në këtë drejtim besoj keq menaxhimi dhe vendosja e njerëzve jo kompetent në pozita kyçe e ka ngulfat, do thotë këtë proces, politizimi i ndërmarrjeve publike dhe mbushja e pozitave me analfabet funksional është e dyta, dhe e treta besoj që këtu mund të analizohet fare mirë sa është e rëndësishme ekspertiza shkencore, se po këto institucione të ishin në duart të ekspertëve të fushës, besoj ky paradoks i kohës nuk ishte ndodhur dhe sot Kosova kishte pas një stabilitet shumë më të mirë ekonomik se që ka tani. Vitin 2024 ne kemi pas një rekord të importeve në vlerë për 6 miliardë 300 milion euro, kemi pas një tkurrje të eksporteve dhe në veçanti në janar dhe shkurt të vitit 2025 kemi një tkurrje drastike që është shqetësuese. Ka një deficit 13%. Absolut, dhe nëse do të kemi tani edhe një ngritje të çmimit, vërtet Komiteti i Biznesit i mbetet të hulumtoj vendet rajonit ku janë kushte më të mira për të bërë afarizëm, sepse në fund të fundit nuk bëhet biznes me emocione, nuk bëhet biznes për dashuri dhe respekt, po bëhet për kalkulim dhe për interes. Dhe në këtë drejtim besoj që sektori privat në Kosovë është në presione të diplomacisë ekonomike të vendeve të rajonit, sidomos ka Shqipëria, Maqedonia, Malizi, që janë shumë atraktiv duke i joshur, duke i ofruar kushte që të bartin prodhimet në këto vende, dhe nëse një gjë e tillë ka ndodhur ose po ndodh ose do të ndodh, vërtet do të jetë diçka që nuk i bën nder Kosovës, jo përballë qytetarëve dhe biznesit vendor, po edhe përballë investorëve të huaj, sepse kush do të investojë në një vend ku investorët vendor apo bizneset vendore që kanë qenë kontribues shumë të mëdhej, qoftë në luftë, qoftë pas luftës, largohen nga Kosova fal kushteve, byrokracisë dhe gjitha këtyre elementeve që u biseduan deri më tani. Po, megjithatë Gëxhaliu para se të flasim për çështjen e bizneseve, ka një kthesë nëse mund të themi në politikën energjetike tani së fundi nga administrata Trump sa i përket zhvillimit të gazifikimit të Shqymyrit apo jo. A mund të përfitojë Kosova nga kjo rrethon dhe të krijojë një stabilitet energjetik në të ardhmen, si mund të përfitojë? Unë besoj që java tjetër është një javë vendimtare në interes të Kosovës, ku në Departamentin e Thëngjillit në Shtetet Bashkuara të Amerikës bëhet një takim i nërësie të veçantë për marrjen e dritës jeshile për gasifikimin e Thëngjillit të Kosovës. Duhet të kuptohet që një deklaratë e tillë dhe një tentativë e tillë i demanton shumë ekspertë të cilët thonë që Kosova nuk ka resurse natyrore, që Kosova është e varfër dhe Kosova nuk mund të jetë partner strategjik i Amerikës siç është Ukraina me ato mineralet e veta, e vërteta është e kundërt. Kosova ka vërtet pasuri të shumta dhe me këtë teknologji dhe me këtë dekret që e ka dhënë do të thotë zoti Trump pa hapur një kapitull i ri, dhe besoj që është momenti i fundit që duhet të mbështeten ide
kolosale, po fillon epoka e 4 e industrializimit. Ky industrializim e ka emrin industrializim digital dhe besoj gasifikimi dhe shkresa që Do është të ketë dërgu... një vendim edhe për Kosovën, thoni. Po, kjo shkresa që është dërgu nga një institut ndërkombëtar ku është ekspertiza shkencore edhe intelektual të më thëmdhej të fushës tek zoti Trump, kjo është shkresa që është dërgu tek zoti Rubio, sekretari i shtetit, po ashtu edhe në sekretariatin e energjisë të departamentit të shtetit, sepse vetë fakti që Kosova ka 15 miliard ton thëngjell apo lignit, flasë vetëm për 100 metra hulumtim nëntoksor, jo më tepër, vetë fakti që me këtë teknologji Kosova mund të jetë një fuqi ekonomike, ku llogaritet që nëse do të zbatohet një teknologji e tillë, Kosova do të prodhojë afër 32 miliard metra kub gaz, një gaz i cili e ka vlerën sa 3 herë tapi, e ka vlerën e 40% konsumit të Italisë dhe ka vlerën e 20% të eksporteve të Rusisë. Dhe nëse do të zbatohet një teknologji e tillë, atëherë Kosova do të jetë vërtet epicentër e databazave amerikane, cilat janë 3 shtyllat e shtetit amerikan apo e fuqisë amerikane, është dollari, është procesimi dhe dhanat dhe treta ushtria. Dhe dikush mund ta bëjë pyetjen, po ky gasifikim që do të ndodhë në Kosovë do të jetë për eksport, nuk do të jetë për eksport, po do të jetë për konsum, sepse Kosova dhe Shqipëria e kanë të drejtën green nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sekret të informacioneve. Të gjitha dhanat do të përpunohen dhe do të procesohen në Kosovë dhe nga Kosova në Kosovë do të përdoret edhe kjo energji elektrike. Ju mund të pa bani pyetjen sa do të jetë kosti e prodhimit të energjisë në gasifikim. Ekspertë e fushës me arsye tim dhe me komoditet dhe përgjegjësi, nëse e konstatojnë që nëse sot Keku e prodhon 1 kilovat energji elektrike dhe e shet themi për 27 euro apo për 25 euro, maksimumi ngritës së çmimit me gasifikim do të jetë 35% që i bjen diku ka 35 euro. Prandaj çdo analizë dhe çdo fizibilitet e ka arsimshërinë e vet dhe në këtë drejtim besoj është momenti i kthesës dhe dua të besoj që është koha kur duhet Kosova, në veçantë politika e Kosovës, të jetë ajo që do të vendosë në cilin drejtim do të shkojë. Është krah Amerikës dhe sigurisë, apo do të mbetet edhe me tutje pranë Evropës me një ngulfatje të tillë ekonomike. Është me rëndësi të thuhet që vërtet investimet apo për këtë projekt ka interesime shumë të mëdha nga kompani dhe korporatat më të mëdha amerikane, po ajo që është më e rëndësishme është fakti që Kosova përveç prodhimit të energjisë elektrike do të ketë mundësi të zgjerojë edhe gamë tjetër të do thotë shfrytëzimit të këtyre gaseve, të pasura 100% në aspektin ambiental dhe definitivisht do të jetë një Tajvan i ri së bashku me Shqipërinë ku do të jenë qendra të përpunimit dhe procesimit të dhanave amerikane, që është vërtet një moment që nuk duhet të lëshohet. Po, dhe thoni që nuk ka asnjë rrethon tjetër që do ta detyronte ose obligonte institucionet e Kosovës ta refuzonin një ofertë të tillë dhe të shndroheshin një partner strategjik. Duhet kuptohet e vërteta që ky projekt ka filluar që moti të udhëhiqet nga Instituti për Hulumtime Strategjike. Zoti Selenica ka mobilizuar komplet Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke përmbledhur teknologjinë më moderne dhe njohuri më të mëdha në botë për një projekt të tillë. E thot në takimin e fundit që e kishëm duke i vizituar disa qendra të tilla nëpër botë në vitin 2014 gjatë qëndrimit të tij në Kinë ku ka biseduar për thëngjillën në Shqipëri. Kompania më e madhe kineze China Power thot neve nuk na intereson thëngjilli i Shqipërisë, neve na intereson thëngjilli i Kosovës, sepse këtu thot janë 15 miliard ton. Dhe në pyetjen se ku i keni siguruar të gjitha këto informata për pasuritë e Kosovës në thëngjill, thot e kemi nga dora e parë nga Gazpromi rus. Prandaj po shihni që për Kosovën shumë më tepër dinë të tjerë sa ne. Mi po është një fakt tjetër që kemi qeveri të reja dhe nuk kanë lexuar. Po të kishin shfletuar hulumtimet dhe doktoraturën e Ismet Gusis, po të kishin lexuar gjitha hulumtimet e Eminir Dushit, po të kishin lexuar strategjinë zhvillimore të Ali Jakupit, po të kishin pa edhe atlasin e punuar nga profesor Shala, besoj do të kishin më të lehtë të kuptojnë që vërtet pasuritë e Kosovës janë shumë
të mëdha. Ne jemi duke folur me ju këtu për një incizim deri në 100 metra, po një studim më dubioz ende nuk është bë dhe besoj që në të ardhmen ky do të jetë prioriteti i prioriteteve dhe mbi të gjitha e ka një komponent psikologjike. Realizimi i një projekti të tillë është mundësia më e mirë e kthimit të trunit në Kosovë, sepse vërtet do të ketë mundësi për një perspektivë të re, po e them, po fiton një epokë e re, epoka e katërt e industrializimit digjital dhe besoj që të rinjt kosovar do të jenë në funksion të ardhmërisë dhe të zhvillimit. Po, megjithatë zënoj Gërxhaliu, ky është një projekt më afatgjatë që kërkon më shumë kohë për ta implementuar e për të vendosur ndoshta për të. Megjithatë si e shihni aktualisht situatën energjetike, si mund dilet nga kjo situata tani dhe a shihni gjasa të mëdha që ky çështja e paralajmërimit zëres tani të kalojë dhe nga prillet kemi këto tarifa? Unë besoj që në Kosovë shumë propozime po kalojnë në heshje, ky propozim do të kalojë në heshje dhe me siguri çmimi do të jetë shumë më i lartë dhe ajo kalon në këtë formë që mund të thuhet që është miratu apo janë pajtu për një çmim 15% dhe pjesa tjetër do t'i kompenzohet operatorëve në forma të ndryshme që prap e godet qytetarën e Kosovës dhe ajo çka është vërtet më shqetësuese është një arrogancë që kam dëgjuar ditët e fundit sa i përket po nuk është brenga vetëm tek qytetarët. Këtu flitet për një paradoks të ri, që është pavarësia e bizneseve që kanë mbi 50 punëtorë dhe 10 milion qarkullim. Në rend parë, cili është tregu ose tregu i lirë, apo cili është liberalizimi i tregut në Kosovë. Në rend të dytë, sa do të jetë kostoja e furnizimit me energji elektrike. Dhe treta, pse nuk ju tregojnë bizneseve që rrymë do të gjeni me ble, çmimi është variabil, po kostoja e transportit do të jetë shumë më e lartë se sa që mendohet. Dhe në fundit kam ndërrohet që edhe kërkesat për të blerë rrymë prap do të sillen tek këta 3 operator, sepse vërtet do të jetë mjaft sfiduese që të jemi do të thotë furnitor të lirë dhe të kemi çmime. Po përballen me çmime të larta. Definitivisht në këtë drejtim besoj që është shumë kohë në dy aspekte. E para duke refuzuar projekte të ndryshme strategjike të thëngjillit dhe e dyta duke promovuar energjinë alternative në veçanti me panela solar ose me erë edhe me do të thotë ujë apo hidro, po e shihni çdo ditë kemi pakënaqësi, çdo ditë kemi birokraci dhe unë sot do të isha më i lumtur sikur Kosova të kishte një 200 apo 300 megawatt sa është fol për energji alternative, por ato nuk ekzistojnë. Për fat të keq, investorët që e kanë pas destinacion Kosovën, qoftë me erë, qoftë me panela solar, sot janë në vendet të Ballkanit, në veçanti në Maqedoni, ku kanë arrit më tepër se 580 megawatt kapacitete prodhuese nga energjia solare, kanë arritur një projekt madhor në Demirkapi, në drejtim të kufijt me Greqi. Pjesa dërmuese e këtyre investorëve kanë qenë në Kosovë, po janë ikur nga Kosova. Dhe kjo duhet të jetë brenga më e madhe për institucionet kosovare, si t'i ndalim investorët dhe jo si t'i promovojmë vendet e rajonit fal birokracisë tonë dhe politizimit të skajshëm të çdo pore në shoqërinë kosovare. Po, megjithatë kryetari i bordit po thotë që bizneset nga që kanë qenë njoftuara për këtë çështje e vendosjes së tyre në treg të hapur për shkak se që nga viti 2017 ka një vendim që ato të vendosen në treg të hapur, po është shtyr për shkak të ndonjëherë çmimeve të larta të energjisë, pastaj ishte pandemia. A do duhet ishin bizneset gatshme duke ditur që nga viti 2017 ka pasur një vendim që ato do duhet dalin treg të hapur ajo? Në rend parë ne kemi një përvojë që shartcej me disa kompani kanë tentuar të dalin në tregun e lirë, po janë të mbyllura. Në rend të dytë nuk i bëhet nder dhe respekt apo nuk është falënderim ndaj Komiteti i Biznesit. Në çështje të tillë, Komiteti i Biznesit ka pritë hekurullën energjetike mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke menduar që kjo berzë energjisë do të jetë shpëtim edhe për Kosovën dhe për Shqipërinë. Ajo berzë për momentin është parasida të shumta dhe shumë më tepër është funksionale sa funksionale dhe kur krejsa i shtohet edhe fakti tjetër që këta nuk e thojnë, para se të funksionalizohet kjo hekurull energjetike, Kosova ka pas 6 kanale apo 6 mundësi për të furnizuar me energji elektrike me zyrtarizimin e kësaj berze Kosovë-Shqipëri. Serbia lobon dhe mbyllën kanale tjera të furnizimit dhe sot i kemi vetëm 2 kanale. Prandaj edhe këtë duhet ta thotë regulatori, edhe këtë vështirësi duhet ta ndajmë me qytetarët dhe në fund të fundit besoj që nuk ka zgjidhje problemit pa ballafaqim me problemin. Vetë fakti që nuk ka pas dialog të mirëfillt, nuk ka pas debate, por ka pas një herë lajmërim, tani fake news dhe prap tentativë për pritur çmimin e energjisë elektrike, e shihni sa është kjo e politizuar dhe e dyta sa është jo transparente. Por sidoqoftë qytetarët e Kosovës janë mësuar në këtë mënyrë.
besoj që tëra kjo do të kalojnë në heshje, por efektet në periudhë kohore afat shkurt, afat mesme dhe afat gjatë do të jenë shumë të mëdha në veçanti për biznesin dhe për sektorin prodhues në Kosovë. Dhe përmendet zoti Kërxhaliu që për 4 vitet e fundit ka mbi 100% rritje të çmimit të energjisë. Megjithatë vitin e kaluar nuk pati një rritje. Tani apo e vuajmë edhe këtë çështën që ishte vetë para zgjedhor dhe tani nuk pati, a ishin këto arsye pse nuk u rrit vitin e kaluar dhe tani ka një rritje këtë vet apo si sqarohet? Jo vetëm në Kosovë, po në Ballkanin perëndimor në përgjithësi nuk mund të flitet kur për procese të pastërta ekonomike pa ngjyrë dhe konnotacion politik. Pa përzierje politike. Absolutisht, dhe në këtë drejtim besoj paguhet një kosto i cili do të jetë, mi po besoj që çdo parti në këtë drejtim do ta kuptojë të vërtetën sa është e rëndësishme sot të punohet për shtet dhe qytetar dhe jo vetëm për pushtet. Besoj që kjo formë e makiavellizmit për pushtet është një farë verbrie që po e lën anash qytetarin dhe do të thotë ekonominë dhe besoj që është koha kur duhet të bëhet për ekonomi shumë më tepër. Ju po e shihni në aspektin global, po edhe regional, sa është e rëndësishme pavarësia ekonomike dhe si mund të jemi ne të pavarur ekonomikisht, nëse edhe me tutje jemi të varur nga importi, edhe me tutje jemi të varur nga importi i produkte strategjike të cilat mund të zaventësohen me prodhime vendore dhe kur kresa i shtohet fakti që krahas importit të produkteve ne importojmë edhe inflacion të heshur dhe sot çmimet e konsumit janë shumë të larta në Kosovë sesa në Evropë, vërtet është një bukuri e cila duhet të i takojë të kaluarës dhe në këtë drejtim besoj që duhet të ketë më tepër empati, duhet të ketë më tepër do të thotë një themi bashkërenditje dhe bashkëveprim interes qytetarëve dhe jo gjithmonë politika dhe interesat pushtetare të jenë dominante. Besoj që sfida do të jenë mëdha, do të janë paralajmëruar, do thotë pa kënaqësi, po pse duhet të sfidohet Kosova në këtë kohë që të shpreh në rrugë pa kënaqësitë vet, kur mund të paraprijë një debat apo një dialog mirëfillt. Pra është dashur të ketë një debat, një dialog me shqiptar, me grupet e interesit apo jo? Unë besoj që ne pajtohemi që vitet të fundit... A ju duket e çuditshme që nuk e kemi parë as kryeministrin dhe as zyrtarët e tjerë dhe as presidentin të flasin për këtë rritje përkundër këtyre pakënaqësive tani? Po, definitivisht vetë fakti që nuk kemi qeveri apo priten rezultatet, ndoshta priten koalicione, po e shet që është një heshje e shëmtuar, jo vetëm nga partia fituese, po edhe nga opozita, nuk kemi do të deklarata si duket, gjithkush po tenton ta lej atë patatën e nxehtë në duar të tjetrit që do të vi pas, por sa më tepër problemet do të prolongohen, ato vetëm rriten, vetëm forcohen, bëhen të pazgjidhura, por është koha kur duhet për ekonomi të bëhet më tepër dhe qose ekonomia nuk ndërtohet në dy faktorë kyç, siç janë resurset natyrore dhe faktori njeri, i atij vendi është gjykuar paraprakisht për të dështuar. Kosova ka kapacitete të më thot dikush që në Kosovë nuk ka ekspert të ekonomisë, unë nuk pajtojmë se ajo nuk është e vërtet. Kosova ka vërtet ekspert të fushave të ndryshme që janë lider, apo mund të jenë lider në vendet të ndryshme të Evropës dhe botës. Askush nuk e bën pyetjen pse ata që po ikun nga Kosova, që nuk po kanë vend për të punësuar fal burokracisë, janë sot njerëzit më suksesshëm, qoftë në qendra universitare, qoftë në fabrika, qoftë në inovacione. Ti thuash dikujt që drejtori i AstraZenecas është kosovar, pa kush e beson. Ti thuash dikujt që njërin ndër ligjërues më të mëdhenj në Paris është kosovar, nuk e beson. Ti thuash dikujt që inovatorët më të mëdhenj në Zvicër dhe Gjermani janë kosovar. Mi po besoj që është koha kur shteti duhet të bëjë më tepër të motivojë ata njerëz që të besojnë në Kosovë, të mendojnë për Kosovë dhe pse jo një ditë të jenë pjesë e ndërtimit dhe zhvillimit të Republikës sonë të dashur. Po, dhe zoti Kërxhaliu krejt në fund, tani çka do ndodhë me standardet e jetesës së qytetarëve këtë vit? Duke parë edhe këtë rritjen e çmimit të energjisë, por edhe vendosjen e bizneseve në treg të hapur me këto çmime tani që të përballen. Ku do të vazhdojnë aty të kemi ngritje çmimeve, çrbimeve, të produkteve dhe çështja e inflacionit tani a do të jenë këto krejt që rëndojnë të ta kemi një jetë më të rëndë tani? Është një barë me të cilën ballafaqohem të gjithë ne. Unë para sa dite e kam prezentuar një analizë shumë të thjeshtë që kam bë me disa kolegë, një ka qenë në Gjermani, tjetër ka qenë në Austri, tjetër në Kosovë. I kemi identifikuar dhe produkte që janë esenciale edhe për higjienë edhe për ushqim dhe ti thuash dikujt që në Austri ato produkte kanë kushtuar 57 euro, në Gjermani kanë kushtuar 54 euro dhe tjetrat në Kosovë 84 euro, nuk e besojnë kërkush, po ky është realiteti. Dhe dyta, kur analizohet çmimi i energjisë elektrike me këtë propozim, duhet analizohet
në parametrin e të hyrave mesatare. Në Zvicër paga mesatare 6.800 franka, në Gjermani është 3.580 euro, në Austri është 3.700 euro. Dhe kur e analizon sa paguajnë nga përqindja e pagës ata dhe sa paguajnë kosovarët që pagën mesatare kanë 580 euro vërtet të shqetësuese, derisa në Zvicër paguajnë 2.7% të pagës, derisa në Austri paguajnë 4.5% pagës, dhe në Gjermani afër 5% pagës, një kosovari paguajnë 15% pagës për energji elektrike. Dhe kur krejt kësaj shtohet një indikator tjetër, nëse në vitin 2020 nga paga juaj keni shpenzuar vetëm 30 deri në 40% për ushqim apo për produkte esenciale, sot i shfrytëzoni 65 deri në 70%. Nëse keni 70% plus 15% i ndani për energji, janë 85%. Dhe si mund të jetohet me një jetë dinjitoze me 15% të mbetura nga paga mesatare. Dhe këtë pagë mesatare ne po e kalkulojmë në administratë, nuk e besoj që gjithë e kanë një nivel të tillë të pagës në sektorin privat. Dhe e dyta, mos mashtrohet askush në aspektin optik apo vizual. Është vërtet që Kosova është ndruar në një shtet të varfër, njerëz të pasur, dhe shumë kush sot i targeton pa vetëm të pasurit, po duke i pa të pasurit dhe luksin e tyre, po harrohet do të thotë vobeksia dhe sfidat me cilat ballafaqohet pjesa dërmuese. Pra ka ndonjë të shtresave të theksuar. Definitivisht shmjerimi më i madh në Kosovë është që është duk shresa e mesme dhe kjo është paralajmërimi më i keq për trendet ekonomike që e godit jo vetëm Kosovën, po kudo një vend në botë. Dhe është faktori kryesor qeveria e cila nuk ka ndikuar përmes edhe kësaj rritjes ekonomike dhe masave të tjera përkundër faktit që kemi parë rritja pagës minimale, disa subvencione, a nuk kanë ndikuar kështu që kemi një stabilitet? Besoj që pajtojmë që nuk zhvillohet ekonomia me improvizime. Në rend parë duhet ekspertizë. Në rend të dytë ne gjithë krenojmë që kemi njerëz të aftë, po askush nuk i don njerëz të aftë afër veti. Dhe ajo që është më interesante është fakti që për ekonomi duhet bëhet, nuk duhet vetëm të flitet. Dhe nëse do të marret mend diçka Kosova në këto vitet e fundit, është varrosja e disa institucioneve. E para është e dialogu publiko-privat ka qenë inexistent, dialogu social apo partneriteti social, po ashtu dialogu mes pozitës dhe opozitës, e din qytetar çfarë ka qenë, dhe të mos flas për dialogun apo partneritetin mes nivelit qendror dhe atij lokal. Pra një polarizim i theksuar në gjitha fushat. Definitivisht polarizimi është brenga më e madhe e cila ju konvenon vetëm armiqve të Kosovës dhe nuk është në interes të Kosovës, zhvillimit ekonomik dhe integrimit duke u mbështetur në partner strategjik që kanë qenë me Kosovën dhe besoj duhet të jenë anëtarë me Kosovën. Atëherë ju falenderoj shumë që ishte sot këtu me ne. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim